Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live në Villa 24, tani për të bërë një bisedë për të prezantuar me një kampion bote në kulinarin e të rinjve. Në fakt, bëhet fjalë për një olimpiadë shumë interesante. Young Chef Olympiad është një olimpiadë ndërkombëtare kulinare për studentë të konceptuar si një garë për të promovuar dhe shpërblyer talentin gastronomik të rinjve nga e gjithë bota. Unë kam kënaqësinë që këtë intervistë për herë të parë ta marr nga fituesi i kësaj olimpiade. Përpara se të prezantoj me të, po ju them që pa diskutim ju e kuptoni se nga ka dal nga Instituti Kulinar në Ranzi. Shohim pak momentin e shpalljes së fituesit, atë momentin kur përmendet gjithashtu edhe Shqipëria, që na bën kaq kënaqur, dhe kthehemi në studio për të nisur bisedën dhe për të ndarë emocionet e para të këtij titulli të rëndësishëm. The winner of Young Chef Olympiad 2026, the biggest global culinary event for student chefs, is Albania. It's Albania! Sa bukur ngjan ai trofeu edhe me flamurin ton kështu në sfond. Enri Tvedari është me mua në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Shumë urime edhe një herë kështu live, se urimet ti thash, edhe e kënaqur të kem këtu. Gjithashtu miki i Villa 24, nutricionisti i Institutit Kulinar në Ranzi në këtë studio këtë herë për një lloj suporti dhe informacioni në lidhje me atë që do të flasim. Mirë se erdhe Alken. Kënaqësi të kem këtu. Sa shumë gjëra kemi mbi tryez, dhe me thënë kur sheh ato pamjet, kur ndjej unë emocione, që si jam aty fare, imagjinoj se si e ndjerti edhe pse reflektohet në reagimin tënd. Realisht dhe në momentin që e pash akoma ndjej emocionin, akoma ka kaluar ditë dhe unë pram jap në atë emocionin e parë kur ai therret Albania, kështu që është një emocion i parë shumë vërtet. Dhe kam përshtypjen është nisja më e mirë që një profesionist mund të bëjë. Ti enda në hapat e tu të parë dhe ta nisësh me këtë trofe, kam përshtypjen që është një motiv shumë i madh për të ecur përpara dhe për të bërë maksimumin tënd. Patyshim që po është një vlerësim i gjithë mundit dhe sakrificës gjatë këtyre viteve punë. Alken, një pjesë të mirë të kënaqësisë dhe suksesit besoj e ndan edhe vetë në Ranzi, apo jo? Se është produkt në një farë mënyre që është një lloj krenarie që përgjithsisht shkollat e kanë kur kanë nxënës dhe studentë. Nuk diskutohet, sidomos në një spektër kaq të gjerë të një konkursi botëror ku bëhet fjalë për talentet e reja, nxënës të rinj, pra që janë hapët e para të zhvillimit të karrierës së tyre duke ngjitur shkallët e profesionit, dhe kjo është edhe ka qenë, është dhe do jetë gjithmonë dhe një moto e Institutit Kulinar në Ranzi që të promovojë të rinj, të japë atyre mundësinë dhe jo më kot një gjithë infrastruktura, gjithë mënyra se si ne e zhvillojmë mënyrën e mësimit, metodikat tona, le të themi, ose dhe strategjitë tona në mënyrën se si i ngrem këta student për të trajnuar, qoftë me shefa shqiptar, të cilët janë shefat më të mirë në të gjithë Shqipërinë, por dhe jo vetëm, dhe me shefat të huaj, të cilët vinë vazhdimisht në shkollën tonë, të cilët trajnojnë dhe nxënësit, por njëkohësisht edhe ndajmë eksperiencat bashkë me stafin tonë pedagogjik. Është një, le të themi, një simbioz, një bashkëpunim shumë i fortë ndërmjet të gjithë këtyre hallkave, të cilat në rezultat kam pikërisht talente si Pikërisht, sepse është gjitha një filozofi apo jo, e cila vjen e alternuar shumë mirë dhe rezultatet pikërisht në të tilla profesione nuk mund të kompromise. Ajo është një garë, ti do të gatuash aty, ke një, do ma shpjegosh pak si funksionon, e do kemi edhe pamjet. Në këtë moment do doja pak atë momentin e rikthimit tënd në Shqipëri, ai momenti i aeroportit, siç vini, kështu vin fituesit. Sa bukur. Me kë ndave emocionet e para? Patyshim që emocionet e para ndava me familjen time. Pas një periudhë shkëputjes prej 10 ditësh,
padyshim dhe me ekipin e Institutit Kulinar në Ranzi, studentë, docentët, bashkë dhe me mentorin tim italian. Ishte një double dhe themi emocion pas rikthimit me plot emocione, mora dhe një emocionin më të madh të mirëpritjes që ne kemi tradit. Do më trego, po, e kemi, është e vërtet në fakt, dhe e shton akoma edhe më shumë rëndësinë edhe peshën e titullit që ti mban. Më trego pak si funksionon aty, jo? Flasim për një olimpiad vërtet të moshave të reja, apo që më parë është fituar nga Franca, nga Kanadaja, pra nga shtetet me një, le të themi, me një lloj pushteti në vetvete edhe në kulinari. Kanë një peshë, le të themi, në kulinarin botërore. Atëherë, aty funksionon me idenë e shefave të rinj në botë. Pra, pothuaj se 40-50 shtete marrin pjesë në olimpiad dhe zhvillohen 2 faza. Faza e parë e konkurimit, të cilët ata kanë si fokus peshkun e tyre tradicional, dhe faza e dytë finale, që është faza që të çon ose në fituesin e çmimit të madh ose në kategoritë e tjera. Por që gjithë fokusi i olimpiadës padyshim që është, pra janë dhe 2 çmime që ne kemi përballë, është pastërtia, higjiena dhe praktika në punë. Pra, një shef i mirë nuk duhet vetëm të gatuaj apo të prodhojë receta të reja apo me kombinimin e shijeve apo produkte, por padyshim duhet të ketë një mise en place të saktë dhe të jetë i qartë në atë çfarë po gatuan dhe në atë çfarë po servir. E kuptoj. Në fakt unë të pyeta kur ishim në reklama pse kemi 4 certifikata, nëse mund të i quajmë kështu, sepse secila prej tyre identifikon një kriter të rëndësishëm që një shef duhet të ketë. Pra njëra është për higjienën, kështu? Po, dhe tjetra është për filetimin më të mirë dhe në kohë rekord. Filetimi, interesante. Pasi ne kishim 2 produkte kryesore që ishte peshku dhe pula. Okej, të cilat duhen filetuar, dhe peshku është goxha i vështirë që është e vërteta. Padyshim, pula duhet të filetoj që çdo kockë mos të kishte gjurmë mishi, pra të ishte një pjesë, pothuajse ndarje anatomike e pulës, padyshim që edhe e peshkut. Qartë. Alkend, tashmë gjithçka po evolon në mënyrë të shpejt, që do të thotë edhe kulinaria në vetvete. Pra, sot flasim për inovacione, flasim për inteligjencë artificiale, që do të thotë duhet ecur me të njëjtin ritëm për të mbajtur këto standarde edhe për të promovuar dhe për të përmendur ashtu si në rastin e Enrit, gjithashtu edhe institutet tona që i kemi në Shqipëri, si në rastin e Neranzit, që me shduket hapat i ka. Gjithmonë një hap përpara. Jo më kote kemi dhe modën tonë gjithmonë një hap përpara dhe është vërtet në fakt dhe jo më kot, ne gjithmonë kërkojmë gjithmonë vazhdimisht akoma dhe më tepër të ecim të zhvillohemi dhe madje është pak edhe për humor, sa e fituam çmimin e madh, okej, gëzuam, bëm, por në momentin e parë pasi përfundoi gjithçka, tham, okej, tjetra tani. Po tani, i ka që shijuam. U shijua, vazhdojmë me etapat e reja, për të bërë, çfarë plani do realizojmë, planet tona, projekte dhe çdo gjë tjetër. Por që është realisht një punë goxha intensive. Në fakt, gjithë puna e Enrit ka nisur jo vetëm një javë, po me muaj të tërë zhvillime, trajnime, qoftë edhe pra ato punët underground të nëndeshme që në një herë edhe nuk shihen, por edhe puna fizike e cila vazhdimisht çdo ditë, çdo mëngjes me mentorin e tij dhe me gjithë stafin ton, të cilët e kanë ndihmuar në çdo hap të tij. Pra tamam si një olimpiad, si ato sportistët që përgatiten një vit të tërë për atë momentin final, ashtu edhe në rastin e një shefi kuzhine, përgatitja, ajo pjesa e padukshme, është shumë e rëndësishme për të arritur. Do shohim, kemi dhe 2 momente të tjera interesante, njëra është prezantimi yt në fakt, i cili vjen në anglisht, kështu që për publikun ton, edhe pse kuptohet shumë mirë, nuk është e nevojshme ta ndjekim, se ja ku të kemi këtu. S'kemi se bëjmë një prezantim nga fillimi. Dhe viti i tjetër është moment që po gatuar bashkë me kolegun, okej, ma shpjego pak mentorin, po. Ky viti është gjatë praktikës që ne zhvillojmë, pra siç e tha dhe Alkendi, është një punë jo me ditë, por është me muaj, ti teston, krijon recetën, madje ndryshon disa element, pra që ti jesh perfekt për olimpiadën. Pra nuk është thjesht një olimpiadë e cila duhet kaluar ashtu lehtë, por kërkon mund, sakrificë, padyshim, praktik çdo ditë. E vetmja rregull që olimpiada kishte praktik dhe disiplinë. Praktik dhe disiplinë. Më trego pak, si funksionon kjo olimpiada? Pra ka kohë, ka përbërës të saktuar, ka receta që të takojnë ty të zgjedhësh, ka receta surprizë, si është e gjitha e ndërtuar?
Në fillimet e nisjes së Olimpiadës, nis disa muaj përpara se të fillosh, pra të japin një lloj rregullore, një disiplinë që ti duhet ta lexosh pothuajse ose për ditë, është një box produktesh ku në kryesor është peshku dhe më pas vijnë produkte tjera, pra ti je me gramatura fikse dhe me produkte fikse. Nëpërmjet produkteve do të realizosh një recetë. Pra nuk është si themi ideja jote që të vendosësh çdo lloj produkti apo çdo recete që ti ke përgatitur. Thjesht janë strikte dhe nëse gabimi më i vogël, më fatal, nuk mund të bësh dot asgjë sepse gramaturat janë aq strikte, aq fikse sa që do të jesh preciz dhe vetëm fokus. Duhet të shfrytëzosh çdo gram. Çdo gram. Dhe më interesante edhe padyshim që duhet të jetë rregull ndarja e produkteve, domethënë stokut. Pra nëse ti pret perimet, çdo gjë do ndahet te pjesa organike dhe nëse diçka është jo organike do të vendoset te jo organike. Pra ata shohin çdo detaj minimal, që nga mënyra e pastërtisë, përdorimi i drasës së prerjes që ne themi talier, ngjyra, pothuajse çdo produkt, menaxhimi i produktit, stoku i produktit, pra çdo gjë mos të shkojë si themi dëm. E kuptoj. Çdo gjë është e mirë organizuar që të është si gjyshet tona në shtëpi që organizojnë që ka gjithmonë një sy aty që të shef edhe. Asgjë nuk shkon dëm. Se dhe ajo domati e bëjmë salsë. Kjo është gjë është një element kryesor që çdo kuzhinier duhet të në fund, sepse realisht duhet vlerësuar çdo gjë që ne konsumojmë dhe çdo gjë që shpenzojmë për ta konsumuar. Kush është konkurrenti më i vështirë apo kur je aty më i vështirë, po, mirë, kështu mund ta quaj. Apo kur gatua nuk e shet bëhet për rreth. Padyshim që ishte një grup, raundin e parë unë kisha 8 shtete që konkuroja dhe për fat të mirë, po nuk e di, dolëm të parë në atë qytet, që kaluam në top 10-që, më pas në top 10 që janë 10 konkurrentët më të fortë. Pra që kisha pranë Anglin, e cila vitin e kaluar ishte fituese e vendet të parë, normalisht që një konkurrent padyshim i fortë. Kisha Zvicrën, Suedin, Sri Lanka e cila doli vendin e tretë. Pra normalisht ndihet edhe ajo le të themi konkurrenca, por emocioni është më i madh që ti jesh fitues, që nuk është se konkurrenca nuk ndihet. Ti je fokusi është ndjer se ndodh që e nuhat në një farë mënyre që je mirë edhe ke potencial për dalë dhe i pari. Apo tani të them realitetin, kisha një ndjenjë, por nuk është se isha, domethënë, kisha një, le të themi, një siguri të plot. Kisha normalisht çdo kush ka ato pasiguritë e veta dhe çdo kush që më pyeste cilat janë, domethënë, synimet tua për në Olimpiadë, unë që me atë emocione madhe thoshja padyshim që është trofeu. Edhe pse thellë brenda vetë kisha ato pasiguritë mia normalisht. Është eksperiencë që të vlen në çfarëdo lloj mënyre, me tituj pa tituj të vlen pa diskutim, por që pse të mos jenë edhe këto. Në fund. Alken, ndalojmë pak këtu. Te këto eksperiencat që të rinjt, por edhe jo vetëm të rinjt, i jepen nga instituti për të ndjerë të vlefshëm, për të kuptuar nivelin ku janë edhe për të fituar pse jo edhe eksperjenca dhe tituj. Shiko, duket si një gjë rastësore, por në fakt edhe siç Olimpiada vetë që përmendi dhe Enri, ku çdo gjë bëhet sipas një libri, pra sinjalistikën që ka vetë Olimpiada, një lloj siç është sistemi ASAP dhe procesi përzgjedhjes së studentëve tanë realizua në sajt e një kompeticioni. Pra, Instituti Kulinar në Ranzi ka pafund ambiente të ndryshme. Janë një numër shumë i madh nxënësish, të cilët të gjithë padyshim janë shumë të talentuar dhe të gjithë këta u nënshkruan një testimi, le të themi. Pra, një olimpiadë përpara olimpiadës. Po, e kuptoj, një garë brenda shtëpisë. E drejtë. Ku gjatë gjithë këtij konkursi u përzgjohet fituesi Enri dhe padyshim ishte zgjedhje e dur që ne realizuam. Dhe në fakt unë dua që të jap dhe një mesazh shumë të fortë, sepse kjo është padyshim një fitore shumë e madhe për Neranzin, është një fitore shumë e madhe për Shqipërinë dhe jo më kot ne fjalët e para që u emocionuam ishte një djalë i ri nga Skrapari në një vend si Shqipëria e cila fiton kupën botërore të kulinarisë të shefave të rinj, ku shtete gjigande nga gjithë bota të cilët kanë potencial, kanë emër dhe kanë çdo gjë pretendohet që të ishin fituese dhe dolëm ne me përfaqësuesin Enrin nga Instituti Kulinar në Ranzi, të cilët morën vendin e parë padyshim të merituar dhe me një mund dhe sakrificë shumë të madhe. Dhe dua të jap një mesazh për të gjithë ata të rinjt, sepse padyshim mundi, sakrifica, suport Institutit Kulinar në Ranzi asnjëherë nuk të lë pa një mbështetje, pa një karrierë të mirë, të bukur. Shkolla nuk mbaron vetëm aty, por suporti vazhdon edhe në ndjekjen më pas për
konkurse, Çdo gjë është e mundur, çdo gjë është e arrir. Kështu që unë do i ftoja të gjithë, një lloj si Enri që zgjodhi të studionte në Institutin Kulinar në Ranzi, të gjithë ata të rinj që janë të aposionuar, që kanë dëshirë për të mësuar më tepër, kanë dëshirë të zhvillohen në karrierë, qoftë për kulinari, qoftë për pasticeri, për pizzeri etj. Ne kemi pafund kurse të ndryshme, të vizitojnë Institutin Kulinar në Ranzi, dyert tona janë të hapura për të gjithë dhe një lloj siç kemi suportuar dhe mbështetur Enrin dhe çdo nxënës tjetër. Pa diskutim, do i mbështesim dhe të rinë që do vinë të na vizitojnë. Mosha kështu të rritura, pranoni? Pranoni. Okej, flasim pas reklamave. Dhe mos të harrojmë që kemi standardin më të mirë në të gjithë Europën dhe botën, për sa i përket disa taktikave apo dhe mënyrës së mësimdhënies, duke qenë se dhe vetë për zgjedhja e Olimpiadës nuk është se ne konkurrojmë vetë dhe ata na përzgjedhin, por vetë kompeticioni përzgjedh shkollën më të mirë në rajon dhe nga përzgjedhja që ata realizuan, zgjedhën pikërisht Institutin Kulinar në Ranzi. Ne vjen shumë mirë për këtë, për titullin që morët, të uroj shumë suksese, të pres në kuzhinë herën tjetër. Alken, deri javën tjetër bashkë, se na munguan këshillat të shëndetit, por ishte më e rëndësishme të diskutonim këtë sepse përfaqëson Shqipërinë ndër të tjera e pa diskutimin në Ranzi gjithashtu. Faleminderit. Ju pres në studio përsëri, shkojmë në publicitet.